Okej. 1, 2, 3, okej, tani po, shumë mirë, lavdi Zotit. Wow, sa bekim, no? Ne kemi një shprehje, kur diçka është shumë prekse, Jonida thot, na u bë tiroidi kaçurrel. Kështu që sot tiroidi u shkëlye fare, ishte. Faleminderit për gjithë fjalët inkurajuese dhe lavdi Zotit vërtet për hirin e tij, për punën që ai bën, për bekimet që na jep. Për gjithë ata që e duan fjalën edhe duan Perëndin. Lavdi Zotit sepse jeni vërtet bekim dhe inkurajim në këtë gjë. Nuk dua të humbas kohë, dua të fillojmë me mesazhin e sotëm, ka shumë gjëra që duhet flasim për këtë temë. Edhe në fakt kjo temë është një temë e vështirë. Edhe unë mund ta them pa asnjë hezitim që ndoshta në 30 e ca vjet predikime dhe mësime kjo është tema më e vështirë. Nuk është e vështirë sepse është materiali i vështirë, në fakt materiali është shumë i thjeshtë edhe i drejtë për drejtë. Është e vështirë sepse së pari kohët janë të vështira, së dyti shpeshherë zemrat ngurtësohen, së treti nuk kuptojnë rëndësinë e mesazhit edhe asaj që përçohet, edhe së katërti sepse ka një luftë frymërore në këtë mes. Kështu që unë me përullësi ju kërkoj që të luteni për mua ndërsa flasim për ato gjëra që do të flasim sonte. Kjo temë është padyshim nga më të rëndësishmet për ne si besimtarë, sepse ka të bëjë me autoritetin. Ka të bëjë me autoritetin e fjalës së Perëndisë. Dhe nëse ka një gjë që djalli nuk dëshiron, është që të krishterët të mos kenë autoritet. Ai nuk do që të krishterët të kenë fjalën e Perëndisë si autoritet në jetën e tyre. Dhe për sa kohë që gjërat janë me probabilitet, edhe mish, edhe peshk, ose as njëra as tjetra, ai është në rregull, sepse besimtarët nuk kanë fuqi në jetën e tyre, nuk kanë autoritet, nuk dinë nga të drejtohen, mund të gënjehen kollaj. Prandaj kjo temë është e rëndësishme që ne ta kuptojmë në frymën e dur, sepse nuk është as pak për në një qëllim tjetër thjesht për të dhënë disa informacione që janë shumë të rëndësishme për jetën tonë frymërore si besimtar dhe për hapat që ne marrim. Do flasim sot për Biblat në shqip. Patjetër kur vjen një përkthim i ri i Biblës në shqip, shumë njerëz kanë pyetje që nga ndryshon ky nga të tjerët. Sa ka tërë ato përkthime tani të Biblës së shqip, nuk është ky i vetmi padyshim. Kështu që pse na duhet një tjetër, folëm pak sot në mëngjes për atë, dëgjoni nëse nuk patët mundësi ta ndiqni, por përtej asaj, tani ka edhe të tjera, kështu që pse ky përkthim ose çfarë rëndësie ka si krahasohet me të tjerët. Në fakt, nëse bën një kërkim në internet të Biblave në shqip, ka disa versione të Biblave në shqip, jo të tëra janë të plota, po disa prej tyre janë të plota, por nëse marrim një historik të Biblave në shqip, historia e njohur, nuk e dim çfarë ka ndodhur përpara kësaj kohe, por historia e njohur e Jona është botimi i parë i Vangjel Meksit 1827 i Testamentit të Ri. Pastaj Kristoforidi 1872, 1879 në të dyja dialektet, edhe kjo Testamenti i Ri, folëm pak sot në mëngjes se si ai filloi punën për dhjetën e vjetër, por nuk pati mundësi që ta përfundonte atë. Një version që quhet ECM, është Bibël e perifrazuar në vitin 1993. Në vitin 1994 botohet Bibla katolike e plot nga Don Simon Filipaj. Përkthimi i dhjatës së re të saj ishte bërë që në vitin 1977. Ai është një shqiptar nga Mali i Zi edhe ka patur mundësi të punojë për të që përpara rënies së komunizmit, por ajo e plot doli në 1994. Në të njëjtin vit, 1994, del edhe Bibla ABS, ajo që ne kemi përdorur për gjithë këto vite edhe e përditësuar më vonë. Në vitin 2007 del versioni CHC nga Vladimir Dervishi, i cili përfundoi dhjetën e re, Testamentin e Ri, por nuk arriti të përfundoi Testamentin e vjetër. Kështu që ekziston dhe sot vetëm në formën e Testamentit të Ri. Zëri i Zotit është një tjetër shërbim informativ biblik, ndryshe pak nga një lloj shërbimi tjetër, por në vitin 2007 edhe ky është përkthim i Biblës nga Bibla e Luterit në gjermanisht, por është vetëm
përkthimi i Testamentit të Ri dhe jo i Testamentit të Vjetër. Bibla së bashku në vitin 2020 përfundoi, ajo ka filluar shumë herët, besoj 1996, pra ishte dashur goxha kohë që ta përfundojnë deri në 2020-ën. Bibla Pro që filloi në vitin diku të 2020-2021, që kanë përfunduar dhjatën e re dhe vazhdon, dhe Kristoforidi i dytë 2026, kur doli i plot. Pra ka disa versione Bibliash, jo të tëra janë të plota, pra shumica e tyre nuk janë të plota dhjata e vjetër dhe dhjata e re, kështu që shumica prej tyre nuk janë faktor sot, sepse nuk përdoren për shkak sepse nuk ishin të plota, por disa prej tyre janë të plota dhe janë në përdorim. Kështu që kur flasim që nga ndryshojnë përkthimet, dua të flas për 4 gjëra kryesore që ndikojnë tek ndryshimet në përkthim. Së pari ka të bëjë me filozofinë e përkthimit. A është një përkthim fjalë për fjalë apo mendim për mendim? Ne patjetër i qëndrojmë një përkthimi fjalë për fjalë dhe jo një përkthimi mendim për mendim, ose siç e quajmë ne, përkthim i perifrazuar. Pse ka rëndësi përkthimi fjalë për fjalë? Përkthimi fjalë për fjalë ka rëndësi sepse fjalët nuk janë të përkthyesit. Fjalët janë të Zotit. Kështu që përkthimi që është i qëndron besnik fjalëve që Zoti ka përdorur është padyshim një përkthim më i mirë, që nuk krahasohet me një përkthim që është i perifrazuar. Për shembull, le t'ju jap disa shembuj e para e Mbretërve 10:14. Kristoforidi i dytë thotë, tani pesha e arit që i vinte Solomonit në një vit ishte 666 talenta ari. Dhe ky është një përkthim fjalë për fjalë. Bibla së bashku ka emërtimin AL1. Ndonjëherë është vështirë të dallosh nga emërtimet, sepse Bibla ABS quhet ABS, por edhe ALBB së bashku quhet AL1. Kristoforidi i dytë është Krist 2. Sidoqoftë tek Bibla së bashku i njëjti varg thot pesha e arit që vinte çdo vit Solomonit ishte 20 ton. Pra ata e kanë përkthyer talentat, e kanë konvertuar nga masa që përdorej atëherë për të matur peshën në atë njësi që ne përdorim sot, që është ton. Dhe unë e kuptoj, edhe mirë kuptoj dëshirën e përkthyesit për ta dhënë atë në kontekstin e lexuesit. Lexuesi shqiptar nuk e njeh çfarë janë talentat, kështu që përkthyesi thot, "Ok, atëre në qasjen e një përkthimi të perifrazuar, mendon unë do ta sjell këtë në gjuhën që lexuesi e kupton sot." Edhe ajo njësi matse që ne përdorim sot është ton, nuk është talenta, kështu që lexuesi ta kuptojë për çfarë bëhet fjalë, atëherë këtë do ta konvertojmë nga një mas në tjetër. Edhe unë e kuptoj dhe mirë kuptoj këtë gjë, por problemi është që duke e bërë këtë gjë, këtë konvertim, është zhdukur numri 666. Edhe ti nuk e gjen atë lidhje. Edhe ai numër është shumë i rëndësishëm sepse radh parë ka të bëjë me Antikrishtin. Te zbulesa 13 Zoti na e shpjegon shumë qartë që ne duhet i kushtojmë vëmendje atij numri. Kështu që në një përkthim të perifrazuar janë zhdukur ato fjalë që janë të rëndësishme. Ka një arsye pse Zoti e regjistron aty detajet e kësaj peshe 666, sepse është një numër i rëndësishëm të cilin ne duhet ta dimë çfarë përfaqëson. Tani pse ishte Solomoni është një studim tjetër, mund ta bëjmë më vonë, por rëndësi ka që kur flasim për përkthimet, një përkthim i perifrazuar nuk i qëndron fjalëve që Zoti ka përdorur. Dhe pavarësisht dëshirës së mirë të përkthyesit, çështja është që fjalët nuk janë të përkthyesit, fjalët janë të Perëndisë. Prandaj ne i qëndrojmë një përkthimi që është fjalë për fjalë dhe jo të perifrazuar. Te 2 Thesalonikasve 2:8, përsëri duke folur për Antikrishtin, thotë dhe atëherë ka për të zbuluar ai i ligut, të cilin Zoti ka për ta konsumuar me frymën e gojës së tij dhe ka për ta shkatruar me shkëlqimin e ardhjes së tij. Pra thotë që do ta konsumoj me frymën e gojës së tij. Tek së bashku ky varg i jepet në këtë formë, thotë do të shfaqet ky i paut, të cilin Zoti Jezu do ta shkatërroj me hukatjen e tij. Me hukatjen e tij, pra është zhdukur fjala frym, është zhdukur fjala gojë. Edhe e kuptoj që dikush mund të mendojë që janë ekuivalente, por fjalët që përdor Zoti janë fjalët që i përkasin atij. Ne nuk kemi të drejtë si përkthyes që t'i japim ne një interpretim tjetër, sado që
mund të mendojmë që është më i lexueshëm edhe më i kuptueshëm për lexuesin. Çështja është që kur ne studiojmë Biblën, pjesë e studimit është edhe studimi historik, edhe studimi i peshave apo masave etj, sepse ato janë në një kontekst historik dhe Zoti i ka dhënë fjalët e sakta. Te para Thesalonikasve 5:23 Pali drejtohet besimtarve, duke treguar që ne si besimtar, ne si njerëz kemi 3 pjesë. Dhe ai thotë dhe vetë Perëndia i paqes ju shenjtëroft tërësisht dhe i lutem Perëndis që i tërë fryma dhe shpirti dhe trupi juaj të mirëmbahen, të pafajsueshëm deri në ardhjen e Zotit ton Jezus Krisht. Ai na zbulon që ne si qenie që jemi krijuar në shëmbëllimin e Perëndis, ne kemi 3 pjesë, sepse u krijuam sipas shëmbëllimit të Tij. Ashtu si Zoti është trini, në të njëjtën mënyrë ne jemi trup, frymë edhe shpirt. Po i njëjti varg të së bashku thuhet e gjithë qenia juaj shpirt, mendje dhe trup. Dhe fjala frym është hequr, por duke hequr fjalën frym, ti atëherë nuk je në gjendje ta kuptosh që njeriu është trini. Edhe ne jemi trini sepse Perëndia është trini dhe ne jemi krijuar të veçantë nga çdo krijesë tjetër në shëmbëllimin e Tij. Kështu që ruajtja e fjalëve specifike që ai përdor, trup, frym edhe shpirt, është e rëndësishme. Përveç kësaj, ajo që ndodh është që Biblat që vinë nga linja e Biblave që Xhefi shpjegoi sot në mëngjes. Ka 2 linja kryesore nga vinë të gjitha Biblat që përkthehen sot. Dhe njëra, burimi i tyre vjen nga Aleksandria e Egjiptit dhe tjetra vjen nga Antiokia e Siris, ku dishepujt u quajtën për herë të parë të krishterë. Linja që vjen nga Aleksandria, e cila është adoptuar nga Kisha Katolike, është Bibla e tyre, ndryshon nga Bibla jonë, sepse ajo ka edhe disa libra shtesë. Këto janë libra historik të judenjve që nuk janë pjesë e shkrimit, nuk janë libra të frymëzuar, por ata i kanë përfshirë si pjesë të shkrimit. Për shembull Tobia, Judita, Makabejt, Urtia, Siraku, Baruku, Ezra 1, Ezra është, po Ezra 1 nuk është një libër tjetër, Esteri grek ose Danieli grek. Këto janë libra të cilat nuk gjenden në kanonin e Biblave, e librave të Biblës, të cilët gjithë reformacioni protestant i ka përdorur dhe Zoti e ka bekuar. Kështu që në këtë përkthim do të gjesh edhe libra të tjerë, të cilët nuk janë në Bibël. Dhe, mund të futemi pjesës e historisë të debatojmë që duhen apo nuk duhen të jenë, por le të them vetëm kaq gjë, që Zoti Jezu Krisht nuk citoi asnjëri për këtyre librave. Edhe ai nuk nguroi që të citonte gjithë Dhjatën e Vjetër, gjithë profetët, kur hapi shkrimet edhe shtjelloi se si ato flasin për Krishtin. Po si shpjegoi që nuk ka një referencë të vetme që ai të citojë një nga këto libra? Jo, sepse ata nuk janë libra të frymëzuar nga Perëndia. Prandaj është diçka tjetër. Arsyeja e dytë pse ka ndryshime në përkthime nuk është thjesht mënyra se si e përkthen dikush, ajo ka pesh, patjetër, sepse për sa kohë që ka një element njerëzor të një përkthimi nga një gjuhë në një gjuhë tjetër, gjithmonë do të ketë ndryshime të ndryshme, por ato nuk janë me aq pesh sa që janë ndryshimet në tekstin burimor. Jo vetëm në qasjen ndaj përkthimit, që është fjalë për fjalë apo i perifrazuar, por ndryshimi në tekstin burimor. Tani për të shpjeguar pak këtë pjesë, sepse është shumë e rëndësishme dhe nuk e di nëse ka shumë informacion në lidhje me këtë gjë, të paktën në shqip. Kur Zoti i dha Dhjatën e Re, Dhjata e Re është shkruar në gjuhën greke, është shkruar në greqisht. Dhe ai e dha atë në gjuhën greke dhe besimtarët e kishës së hershme e kopjuan atë, e shpërndan atë në gjithë botën e atëhershme që Zoti i dha liri që të shkonin, dhe ata filluan që ta përkthenin edhe në gjuhë të tjera. Dhe Bibla siç u dha në shkrimet origjinale, Dhjata e Vjetër në hebraisht, pjesë të vogla të saj në aramaisht dhe Dhjata e Re në greqisht. Shkrimet origjinale nuk ekzistojnë, nuk kanë mbijetuar kohës shkrimet origjinale dhe Zotit nuk i ka interesuar që të ruaj shkrimet origjinale. Por Zoti ka një premtim në fjalën e Tij që ai do të ruaj dhe do të mirëmbajë fjalët e Tij. Janë 2 fjalë specifike që Zoti përdor në lidhje me fjalët e Tij, do t'i ruaj që të mos i cënoj kush, por dhe do t'i mirëmbajë. Edhe folëm pak se si mirëmbajtja ose e kundërta e saj ka të bëjë me prishjen ose degenerimimin ose humbjen e cilësisë së tyre. Dhe ajo që Zoti premton në fjalën e Tij, e pam sot paraditët e Psalmi 12, është që ai edhe do t'i ruaj fjalët,
por edhe do të mirëmbaj ato, që do të thotë që ato nuk do të humbasin cilësinë e tyre, fuqinë e tyre, që nga momenti ku Zoti i shkruajti edhe thot edhe për jetë, që nga kjo gjenerat thot edhe për jetë. Dhe për shkak se tekstet në greqisht, që janë tekstet burimore të përkthimeve të Bibliave të Dhjatës së Re, nuk ekziston një tekst origjinal. Ajo që ekziston në të vërtetë janë mira dorëshkrime, të cilat përmbajnë qoftë pjesë të caktuara të Dhjatës së Re, pra nuk janë 100% të plota, ose disa prej tyre mund të jenë të plota ose gati të plota. Por ky numër është goxha i lartë, ka 5800 dorëshkrime, të cilat gjenden në vende të ndryshme, janë të kohërave apo shekujve të ndryshme. Dhe ajo që ne kemi në të vërtetë në dispozicion sot janë aksesi në këto dorëshkrime që janë të shkruara në greqisht. Dhe këto dorëshkrime, nëse futesh dhe i studion, ato kanë ndryshime njëra nga tjetra. Kështu që teologët, studiuesit e Biblës, gjatë viteve, gjatë shekujve, faktikisht, kanë punuar për të bërë një klasifikim të tyre. Që çfarë do bëjmë ne me këto dorëshkrime, nëse ka njëri që ndryshon nga tjetri. Si do t'i klasifikojmë, si do të merremi me ndryshime, cili është i saktë, cili nuk është aq i saktë. Dhe në këtë përpjekje për të bërë një tekst që i afrohet tekstit origjinal, duhet kuptojmë që nëse Zoti nuk ka dorën e tij në këtë proces, është e pamundur që dikush ta zgjidhë këtë problem në thonjza. Ai nuk është problem sepse Zoti ka qenë besnik, por ka qasje të tjera, ka njerëz që besojnë që jo, Zoti nuk është përfshirë në procesin e ruajtjes edhe mirëmbajtjes së fjalëve të tij. Ne thjesht kemi gati 6000 dorëshkrime greke, kështu që na takon neve që tani të ndërtojmë mënyra edhe mekanizma që t'i studiojmë këto, t'i grupojmë, t'i klasifikojmë, edhe në fund të fundit të dalim me një tekst grek që është autoritar, që mund të themi ky është si teksti origjinal. Por përderisa nuk e kemi tekstin origjinal, në të vërtetë askush nuk mund të thotë ky është si teksti origjinal, sepse që ta bësh atë gjë, do duhet që ti krahasosh të dy, njëri pranë tjetrit, thuash ky është origjinali, ky krahasohet me origjinalin apo jo, është si ai apo jo. Kështu që kur flasim për tekste burimore, Xhefi e shpjegoi sot që ka dy linja të caktuara dhe për shumë prej jush që edhe keni bërë shkollën biblike, keni dëgjuar këtë gjë, por deri tani kjo gjë ka qenë shumë teorike në Shqip, nuk ka qenë praktike. Sot është praktike sepse ka, e thash, edhe versione të tjera, përkthime të tjera. Kështu që për informacion të ndryshimeve kryesore që ndodhin në përkthime të ndryshme, është teksti burimor. Pra nga përkthehet një Bibël. Le t'ju tregoj disa shembuj, sepse me teori shpeshherë shumë njerëz nuk i kapin gjërat aq thellë se sa kur ja tregon praktikisht. Për shembull Luka 4:4. Te Kristoforidi 2 thot Krishti që flet, thotë shkruar njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me anë të çdo fjale të Perëndis. Kjo është nga përkthimi i Biblave që vijnë nga Antiokia. Ai tekst i cili më vonë u përpilua nga tekstet e Antiokis, dorëshkrimet e Antiokis, mori emrin Textus Receptus. Textus Receptus është një emër latinisht që do të thotë teksti që ne kemi marrë. Dhe në vitin 1633 ai mori këtë emër, ku besimtarët dhe kishat e atëhershme deklaruan përpara Perëndis që ne e pranojmë që ky është teksti që ne kemi marrë nga Perëndia dhe ne do t'i besojmë këtij teksti. Por në dorëshkrimet që vijnë nga linja e Aleksandris, ka shumë ndryshime, Xhefi e përmendi se si që me origjenin filluan ndryshime edhe jo të pakta me mira në numër, pastaj Westcott and Hort, ata të dy studiuesit anglez të cilët përpiluan ai që quhet teksti kritik grek, është në antitezë me tekstin Textus Receptus që vjen nga Antiokia. Dhe, këto gjëra mund të duken si teorike, por faktikisht ato materializohen në gjëra praktike. Nëse dikush përkthen një Bibël nga teksti që vjen nga Aleksandria, do të ndryshojë nga ai që vjen nga Antiokia. Dhe këtu nuk ka lidhje përkthyesi, nuk ka lidhje shqipëruesi, ka lidhje me tekstin burimor. Për shembull, në Biblat që janë përkthyer nga teksti i Aleksandris së bashku, tek Luka 4:4, vargu mbaron me është shkruar njeriu nuk jeton vetëm me bukë. Të njëjta gjë edhe me Biblën Pro. Dhe arsyeja që pse mungon është sepse teksti burimor nuk e ka pjesën e fundit të vargut. Po padyshim jo se ka vargje të parëndësishme në Bibël, por ky varg specifikisht
Zoti citon nga ligji për të rirë 8:3, ku nuk është e rëndësishme thjesht pjesa që me çfarë nuk jeton njeriu. Okej, nuk jeton vetëm me bukë, ne e dim të gjithë, na duhen edhe fruta, zarzavate, mish e tjera. Po vargu nuk ka për qëllim të na mësojë me çfarë nuk jetojmë. Rëndësi ka pjesa e dytë, që jo, ne jetojmë me anë të fjalës së Perëndis. Por ajo pjesë e vargut nuk gjenden në Biblat të cilat janë përkthyer nga teksti i Aleksandrisë. Bibla katolike padyshim që vjen nga ajo linjë, kështu që nuk e ka dhe ajo gjithashtu. Bibla CHC, që edhe ajo është nga i njëjti burim, nuk e ka, sepse edhe njerë nuk ka të bëj me sa i aftë është përkthyesi, nëse vargu nuk gjendet në tekst, nuk ka çfarë të bëj përkthyesi. Një krahasim tjetër, Kolosianët 1:14 thotë, në të cilin ne kemi shpengimin nëpërmjet gjakut të tij faljen e mëkateve. Por ndërkohë tek Biblat që vijnë nga Aleksandria, thuhet në cilin kemi shpengimin faljen e mëkateve. Bibla së bashku, Alojnishi, Bibla Pro, gjithashtu. Pra mungon pjesa që thotë shpengimi me anë të gjakut të tij. Okej, a ka rëndësi kjo gjë? Pra ne shpengohemi, por shpengohemi nga gjaku i Krishtit. Atëherë pse mungon kjo gjë në ato linja? Mungon sepse ata që e ndryshuan, që nga Origjeni dhe Westcott and Hort, nuk besonin në këto doktrina. Kështu që ata i futën duar tek teksti i Biblës edhe e ndryshuan ata në mira vende. Kështu që nëse dikush thjesht merr tekstin e tyre, ose pa e ditur, ose duke e ditur që ekzistojnë këto ndryshime, thjesht do përkthejnë çfarë thot aty, kështu që këto mungesa do të jenë të dukshme. Mateu 17:21 thotë sidoqoftë ky soi nuk del jashtë veç se me anë të lutjes dhe agjërimit, kur dishepujt mundohen që të shërojnë dikë që është i pushtuar nga një frymë ndyr, Zoti Jezu Krisht u mëson atyre që kjo gjë mund të ndodhte, por vetëm me anë të lutjes dhe agjërimit. Ky varg mungon tek Bibla së bashku dhe Bibla Pro. Tani kur them mungon, ndonjëherë në ato Bibla ju mund t'i gjeni ato vargje, por mund të jetë me një shënim ose me një fluck në internet, për shembull që vë mouse-in sipër edhe ta tregon që ky ka një shënim të tipit ky varg mungon në disa dorëshkrime. Edhe ata i referohen dorëshkrimeve që vijnë nga Aleksandria dhe shumë prej tyre janë vërtet më të hershme në kohë, sepse ato që erdhen nga Antiokia nuk ishin të shkruar në material shumë të shtrenjtë. Zakonisht ato shkruheshin në papirus, kështu që letra konsumohej shumë shpejt dhe nuk i kanë rezistuar kohës. Por ajo që besimtarët kanë bërë gjatë viteve nuk i interesonte që të ruanin letrën. Ne nuk adhurojmë materjen në cilën është shkruar teksti biblik. Ne adhurojmë Perëndin dhe fjalët e tij nuk kanë rëndësi për ne nëse janë në një letër, apo janë në papirus, apo janë shkruar në balt apo në gur. Zoti ka përdorur mjete të ndryshme gjatë historisë së njerëzimit për të shkruar fjalët e tij. Kështu që ne nuk adhurojmë materialin në cilin ato janë shkruar. Ato mund të humbasin me procesin e kohës, kjo është komplet e natyrshme. Kështu që ka shumë burime të teksteve greke, të cilat që vijnë nga Antiokia, të cilat janë më të vonshme që i kanë mbijetuar kohës, se sa disa nga dorëshkrimet e tjera që vijnë nga Aleksandria, të cilat u shkruan në lëkura viçi ose lëkura kafshësh të ndryshme që i kanë rezistuar kohës. Kështu që kur dikush thotë që ky është më i vjetër, nuk do të thotë detyrimisht që ai është më i besueshëm. Çështja është nga vjen, nga e ka burimin. Çfarë thot teksti? Kështu që kur këto vargje mungojnë në përkthimet e tekstit kritik, pra teksti kritik është teksti që vjen nga Aleksandria, ndonjëherë ato futen me klapa katrore dhe shoqërohen me një shënim, edhe thotë që thot pak a shumë që ky varg mungon në dorëshkrimet e tjera. Marku 7:16, Krishti thotë nëse dikush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Edhe ky varg mungon në dorëshkrimet e tekstit kritik. Mateu 18:11, sepse biri i njeriut ka ardhur të shpëtojë atë që kishte humbur. Edhe ky varg mungon. Nuk janë të vetmet, në fakt nuk mund t'i jap një listë të plotë të gjithë vargjeve që mungon, por ka shumë për këtyre. Vepra 8:37, një varg shumë i rëndësishëm, sepse është historia e jo hebreut të parë, personit të parë nga kombet që shpëtohet. E dini historinë me Filipin dhe eunukun Etiopas, kur ai afrohet karrocës, ai po lexonte nga Isaia 53, ai ndan ungjillin me të, dhe pastaj ai thot ja ujë, thot çfarë më pengon të pagzohem.
Dhe përgjigjja e Filipit është kjo, dhe Filipi i tha në vargun 37, nëse ti beson me gjithë zemrën tënde, mundesh. Dhe ai u përgjigj dhe tha, unë besoj që Jezus Krishti është biri i Perëndis. Është deklarata e besimit e të parit person nga kombet, pra nga jo hebrejt, që deklaron me gojën e tij që ai beson që Krishti është biri i Perëndis. Po ky varg mungon në tekstin kritik, kështu që ose mund të jetë futur në klapa ose Bibla së bashku për shembull ka vargun 36 dhe 37 bashk. Nuk ka vetëm një numër, 36 është ky, 37 është ky, po janë 36 dhe 37 bashk, sepse ata nuk kanë varg 37. Kështu që për të mos humbur renditjen e vargjeve në krahasim me Biblat e tjera, ata e kanë zgjidhur në këtë formë që shpeshherë vendosin dy vargje bashk në vargjet që mungojnë dhe shoqërohen me një shënim. Gjoni 8 ose 7 më saktë, 53, 8 deri te kapitulli 8 vargu 11 janë vargje që mungojnë te Bibla Pro për shkak se nuk gjenden në tekstin burimor. Dhe një pjesë e shënimit të tyre thot këtë gjë. Kjo pjesë e njohur ndryshe si perikope adulterae, është gruaja e kapur në tradhti bashkëtorë, nuk gjendet në asnjë nga ndërshkrimet e hershme të shekullit 2 deri në 4, përfshirë dy papiruset më të hershme të Ungjillit, P66 dhe P75. Këto janë emërtimet që u jepen ndërshkrimeve të ndryshme greke. Për herë të parë shfaqet në kodikun D të shekullit të 5, por jo në ndërshkrimet të tjera greke të shekullit të 4. Ndërshkrimet e mëvonshme e përfshin perikopen, pra këtë pasazh, e vendosin në vende të ndryshme. Disa te Luka 21, disa te Gjoni 7, apo në fund të Ungjillit të Gjonit, por shumica në kapitullin 8. Dhe shpesh paraqitet e shoqëruar me shenja dalluese ose asterik për të shenjuar pasigurinë e vendit të saj. Po ashtu, pjesa nuk gjendet as në shumë ndërshkrimet e hershme, në gjuhë të tjera, dhe tek asnjë nga etrit grek të kishës deri në shekullin e 12. Tani, ashtu si në gjitha botimet kritike të tekstit grek, si dhe në përkthimet e sotme, teksti është dhënë në klapa katrore për të treguar çështjen tekstuale dhe për t'ia lënë lexuesit vendimin për vendin e pjesës në tekstin e Ungjillit. Pra, qasja e tyre në këtë rast ka qenë, ne nuk e dim nëse ky tekst duhet jetë në Bibël apo jo, sepse disa ndërshkrime e kanë, disa nuk e kanë, por ato që nuk e kanë janë tekstet që vijnë nga Aleksandria. Atëherë ata e kanë zgjidhur në këtë formë që e kanë vënë në klapa katrore dhe kanë shoqëruar me një shënim që thonë, shikoj, ne nuk e dim, ky tekst duhet jetë në Bibël apo nuk duhet jetë në Bibël. Kështu që ne po e vendosim një herë, po e vendosim me klapa katrore, edhe thjesht që ta vëmë lexuesin në dijeni, që ta vendosi vetë lexuesi çfarë vendi duhet kenë këto vargje në Bibël. Pra disa lexues mund të vendosin që ato janë pjesë e shkrimit, disa mund të vendosin që nuk janë pjesë e shkrimit. Kjo është qasja që ata kanë pasur ndaj vargjeve kur ka vargje që mungojnë. Marku 16 gjithashtu është një pasazh tjetër, është pjesa e Ungjillit të Markut në fund të tij, kapitullin 16, vargjet 9 deri në 20, vargje të cilat mungojnë në ndërshkrimet greke të tekstit kritik. Por për shkak se ato nuk janë pak vargje, janë 12 vargje gjithsej, në vend që t'i heqin fare nga Bibla, ajo që shumë prej botuesve të tekstit kritik kanë bërë, është që japin një paragraf ku thotë kjo është quhet edhe mbyllja e gjatë e Markut. Dhe mbas vargut 8 vën një shënim që kjo është mbyllja e gjatë e Markut dhe shpjegojnë që disa ndërshkrime e përmbajnë dhe disa të tjera nuk e përmbajnë. Dhe ajo është e vërtetë me qira fjala që disa e përmbajnë dhe disa nuk e përmbajnë, por çështja është a është ajo pjesë e Biblës apo nuk është? Unë si lexues, nëse nuk jam i njohur me çështjet e tekstit, unë dua të di çfarë thot Zoti. Ti si botues zgjidhe ti pjesën, është apo s'është fjala e Zotit. Edhe më fol me autoritet, sepse kur unë e marr, unë dua të lexoj çfarë thot Zoti. Faktikisht Bibla Kristoforit II, Bibla ABS dhe Bibla të tjera që vijnë nga reformacioni nuk kanë shënime në tekst. Sepse shënimet në tekst janë pjesë e përkthyesit ose të botuesit. Unë dua ta marr Biblën në dorë dhe të lexoj çfarë thot Zoti. Por meqense këto vargje mungojnë në tekstet kritike të Ungjillit sipas Markut, Bibla Pro shton këtë shënim, përsëri thotë kjo pjesë e njohur ndryshe si mbyllja e gjatë e Markut mungon në disa kodik të rëndësishëm, në shumë variante të gjuhëve të tjera, të vjetra dhe të disa nga etrit e kishës. Por nga ana tjetër gjendet në shumë kodik të tjerë edhe tek etrit e kishës. Gjithsesi, Jeronimi dhe Eusebi
nuk njinin asnjë dorëshkrim që të përmbante mbylljen e gjatë. Të dorëshkrimet të ndryshme përmbajnë komente me anë të faqes që dëshirojnë që shënojnë se dorëshkrime më të vjetra greke nuk i përmbajnë këto vargje. Thot tani ashtu si në të gjitha botimet kritike moderne të tekstit grek, edhe në përkthimet e sotme, teksti është vënë në klapa katrore për të treguar problematikën dhe për t'ia lënë lexuesit vendimin për vendin e tij në tekstin e Ungjillit. E thash që kjo është e vështirë, jo sepse materiali është i vështirë, por një qasje që thot ne ja lëm lexuesit në dorë ta vendosi nëse ky varg duhet jetë në Bibël apo nuk duhet jetë në Bibël, nuk është një qasje që vjen me autoritet nga Perëndia. Sepse bëhet fjalë për, nuk e di sa është numri saktë i vargjeve, por le të themi 30 vargje, të cilat mungojnë fare në tekstin kritik. Nuk po flas për vargje ku janë cunguar pjesë të vargut, vargje që mungojnë fare, që nuk janë fare në atë gjë. Në qoftë se ne marrim këtë qasje që çdo njeri mund ta vendosë për veten e vet, çfarë vendi duhet kenë këto vargje në Bibël ose jo, kur ke një problem të tillë matematikor, okay, është shumë e thjeshtë, kjo zgjidhet me faktorialin. Merr numrin, sa vargje janë, 30 që ndryshojnë, edhe i vë një pikë pyetje në fund dhe i thua Google-it ma llogarit këtë numër ose makinës llogaritse. Ai numër është aq i madh sa është miliarda herë më i madh se sa numri i njerëzve sot në botë, që është 8 miliard. Që në anë praktike do të thotë që nëse ne marrim të njëjtën qasje ndaj këtyre vargjeve që ndryshojnë nga tekstet burimore, secili në botë mund të krijojë një version të vetit të Biblës që ndryshon nga çdo njeri tjetër që është në botë. A është kjo një qasje me autoritet ndaj fjalës së Perëndis? Jo, kjo është një thirrje për të kthyer në Babel. Atje ku Zoti i ngatroi gjuhët që njerëzit mos merreshin vesh me njëri tjetrin. Dhe kur vim tek fjala e Perëndis, përkthyesi duhet të jetë besnik ndaj asaj që Zoti ka thënë, jo t'ia lërë në dorë lexuesit ta vendosë. Po lexuesi mund të vendosë edhe që Kurani është fjala e Perëndis për shembull. Atëherë kështu ndodh sepse lexuesi e ka në dorë, për më tepër që t'ia lësh dikujt diçka në dorë, do të thotë që ti së pari e ke vetë në dorë. Atëherë me çfarë autoriteti mund t'i them unë dikujt, unë po ta lë ty në dorë ta vendosësh. Ai autoriteti përket vetëm frymës së shenjtë. Fryma nuk ja ka dhënë ato autoritet asnjë njeriu, asnjë personi, asnjë grup njerëzish, asnjë institucioni, asnjë kishe, asnjë njeri nuk e ka tagrin që t'i lërë në dorë njerëzve të vendosin çfarë është fjala e Perëndis. Kështu që nëse nuk je i sigurt, nuk është punë për ty kjo gjë. Sepse fjala e Perëndis kërkon siguri. Për më tepër, përdorimi i fjalës origjinal është paksa i pandershëm. Sepse kur dikush thotë që ne po përkthejmë tekstin origjinal, ata që e dinë që nuk ka tekst origjinal të Biblës. Nuk ekziston. Absolutisht asnjë varg, asnjë fjalë vetëm nuk është nga teksti origjinal. Nëse hapim fjalorin e gjuhës shqipe, që përkufizon fjalën origjinal, ai e përkufizon në këtë mënyrë, që është vërtet ai i fillimit, që është krijuar për së pari nga dikush që nuk është përkthim, riprodhim, a kopje e diçkaje tjetër, për një vepër letrare ose artistike, që është bërë nga vetë autori, vepër origjinale, pjesë origjinale, tekst origjinal, monedë origjinale. Atëherë, nëse i mbajmë për kufizimit të fjalës origjinal, ne nuk kemi tekstin origjinal të greqishtes apo të hebraishtes për atë punë në ekzistencë, nuk ekziston. Por ajo që ka ndodhur gjatë viteve është që njerëz të ndryshëm, grupe të ndryshme njerëzish kanë parë këto dorëshkrime greke që ata kanë në dispozicion dhe kanë tentuar që të krijojnë një tekst grek autoritar që vjen nga këto dorëshkrime. Por në procesin që ata kanë marrë të prodhimit të një teksti grek, padyshim që ata kanë edhe qasjen e tyre. Si do të bëhet klasifikimi i dorëshkrimeve? Do t'i klasifikojmë me anë të origjinës, se nga vijnë, me anë të përmbajtjes, apo sa të hershme janë, kështu që në bazë të personit ose entitetit që krijon atë tekst greqisht, ato do të ndryshojnë nga njëri tjetri, sepse asnjëri nuk mund të flasë me autoritet përderisa nuk e ke tekstin origjinal, edhe të thotë ky është njësoj si teksti origjinal. Kështu që në këtë orvatje ka rreth 30 tekste greqishte, të cilat janë përpiluar nga njerëz të ndryshëm, edhe në ekran mund t'i shohim ato, mund t'i mbani shënim,
sipas viteve që kur kanë filluar përpilimet e teksteve greke, pra janë rreth 30 prej tyre në ekzistencë. Kështu që kur dikush thotë që ne kemi tekstin origjinal, jo, më vjen keq, nuk e ke tekstin origjinal. Ti ke zgjedhur që njëri prej këtyre 30-ave ta quash që është tekst origjinal, por ti nuk ke mënyrë si ta vërtetosh që ai është i ngjashëm me tekstin origjinal apo nuk ka ndryshime nga origjinali. Për më tepër, Bibla që vjen nga Aleksandria e Egjiptit kanë problematika të thella në përmbajtjet dhe në vendet ku ato janë ndryshuar. Le t'ju jap disa shembuj. Për shembull te Hebrejt kapitulli 9, vargjet 3 dhe 4, Bibla Pro jep përshkrimin e tabernakullit në shkretëtirë në dhjatën e vjetër. Edhe vargu 3 thot mbas perdes së dytë ishte një tent, ajo quhet shenjtëroria e shenjtërores, që kishte një altar të hartë temjani dhe arkën e beslidhjes, e mbështjell nga çdo anë etj vazhdon. Pra, thot që në tabernakull kur futesh në fillim, kalon perden e parë, që të futesh në pjesën që quhet shenjtëroria, edhe aty majtas është kandileri, në anën e djathtë është tryeza e bukëve të paraqitjes dhe përpara, në drejtim të drejtë për drejtë, është altari i temjanit. Pastaj është veli, i cili nuk mund të kalonte askush përveç kryepriftit një herë në vit, që të bënte shlyerjen e mëkateve të tij edhe të popullit, dhe aty ndodhet arka e beslidhjes. Por ndërkohë, teksti kritik thotë që altari i temjanit ndodhet pas velit. Nuk kërkon në një njohuri të madhe biblike, në fakt që ta dish që jo, ai nuk është pas velit, sepse pas velit është arka e beslidhjes, nuk ka asgjë tjetër. Edhe ja te Eksodi 30, për shembull, thotë ke për ta vënë altarin përpara velit. Pra, një krahasim shumë i thjeshtë, se nuk është në një temë shumë e thellë doktrinare, një krahasim shumë i thjeshtë me dhjatën e vjetër, ti e shikon që altari i temjanit ishte përpara velit dhe jo pas velit. Por nëse do përdorësh tekstin kritik si burim të përkthimit, atëherë ajo që ndodh është që krijohet një kontradikt. Krijohet një kontradikt dhe dikush u mërzit me mua se unë përdora fjalën gënjeshtër, por çfarë mund të jetë tjetër kur njëri thot, një varg thotë është mbas velit, vargu tjetër është përpara velit. Nuk di çfarë ta quaj tjetër, por ajo është një kontradikt. Edhe në fakt këto lloj kontradiktash i japin shkas atyre që vdesin, është një grup i caktuar që vdesin që thonë që Bibla ka kontradikta. Edhe kanë të drejtë ata në një farë mënyrë, sepse një pjesë e shkrimeve që vijnë nga Aleksandria kanë kontradikta. Por nëse thjesht kërkon në Google, ja kjo është një pikturë e një artisti që ka bërë pjesën e altarit, e shef që altari është përpara velit, nuk është pas velit. Në fakt aty vetëm 4 orë ndija, nuk është një gjë komplekse, kështu që është thjesht për ta vërtetuar, thjesht hape Biblën krahasoje. Një tjetër është për shembull te Marku kapitulli i parë. Bibla thotë sikurse është shkruar në profetët në vargun 2, dhe pastaj citon 2 profet. E para është nga Malakia 3, ja unë dërgoj lajmtarin tim përpara fytyrës tate, dhe në vargun 3 citohet nga Isaia 40. Prandaj thotë siç është shkruar në profetët, sepse janë 2 profet të cilët citohen, Malakia i pari dhe pastaj Isaia. Por ja Malakia 3 është citimi pra nga unë dërgoj lajmtarin tim. Por te teksti kritik, aty nuk thuhet siç është shkruar në profetët, por thuhet siç është shkruar në profetin Isaia. Okej, por citimi i parë nuk është nga Isaia, citimi i dytë është nga Isaia. Citimi i parë është nga Malakia. Kështu që kur ti thua që kjo vjen nga Isaia, dikush që do të kapet me ty do të thotë më fal. Ta hap Biblën te Malakia dhe thotë zotëri, kjo është shkruar këtu, jo te Isaia. Atëherë kur përdor një tekst që krijon kontradikta edhe përplasje, në radhë të parë po kontradikton frymën e shenjtë, sepse fryma është autori i fjalës së Perëndis. Dhe fryma të drejton në të vërtetën. Kështu që kur ti krijon një kontradikt të tillë, ti po mundohesh ta nxjerrësh frymën gënjeshtar, edhe fryma nuk mundet të jap dëshmi për diçka që është e rreme, nuk mundet të gënjej. Okej, unë e kuptoj që në termat praktik dikush më thotë Erion, ti më duket se ke iden fare me çfarë përballen njerëzit sot, çfarë vështirësish ka në jetë, mendon që do bëjnë një ndryshim kjo në jetën e dikujt që po vuan nga shëndeti apo gjëra financiare apo probleme të tjera, mendon ti që i intereson shumë atij e ka shkruar Isaia ose Malakia? Jo, nuk do bëjë një diferencë të madhe në jetën e tij ai, prap do të ketë ato probleme. Por ajo ku do të bëjë diferencën është kur dikush ti shkojë atij personi dhe të thotë zotëri, ajo që ti ke në dorë përmban gënjeshtra.
nuk është e besueshme, ka kontradikta, nuk mund ta varësh jetën tënde tek ajo. I të thotë, jo, Bibla nuk ka kontradikta, por ai mund ta hapi dhe mund t'ja tregoj kontradiktat, në qoftë se përdor një përkthim të tekstit kritik. Një tjetër është tek Luka 2:33, tek Biblat e tekstit të Antiokis, Bibla ABS, Bibla Kristoforidi i vjetër, Kristoforidi i dytë, thotë dhe Jozefi dhe ëma u manitën nga ato gjëra që u folën për fëmijën. Kurse tek Biblat e tekstit kritik thotë dhe i ati dhe nëna ishin duke u mrekulluar nga ato që po fliteshin për të. Pra e ndryshon fjalën Jozef dhe e bën atë të atin. Në qoftë se Jozefi do të ishte babai i Jezusit, do të thotë që Jezusi do të kishte lindur nga vullneti i njeriut edhe jo nga Perëndia. E tërë mrekullia është që Perëndia u shfaq në mish, që ai lindi nga një virgjëresh, që lindi nga fryma e shenjtë. Kjo është ajo që e bën të veçantë lindjen e Krishtit nga çdo lindje tjetër në botë. Kështu që duke thënë që Jozefi është i ati, ti e kompromenton integritetin e shkrimit. Në fakt, në të njëjtin kapitull, historia vazhdon më vonë, kur nëse e mbani mend, ata ishin në Jeruzalem edhe Jozefi dhe Maria u kthyen mbrapsht e harruan Jezusin mbrapa dhe duke sikur u humbi Jezusi, edhe kur kthehen prap pastaj, Maria patjetër shumë e habitur, shumë e shqetësuar, i thot dhe kur e pan vargun 48 ata u habitën dhe nëna e tij i tha bir pse e sjell kështu me ne? Ja unë dhe y tat, i thot Maria Jezusit, të kemi kërkuar të pikolluar. Dhe shikoni si me sa butësi e korrigjon Jezusi atë. Vargu 49 dhe ai u tha atyre pse po më kërkonit? Nuk e dini se duhet të merrem me punët e atit tim. Me fjalë të tjera, shumë butësisht Jezusi thot Mari, nga të gjithë njerëzit në botë, ti duhet ta dish që ai s'është babai im. Nëse ka një njeri që e di të vërtetën, se padyshim që ajo është akuzuar për shumë gjëra, pa ajo e dinte të vërtetën, që ai nuk ishte babai, dhe ai e korrigjon me shumë ëmbëlsi, po i thotë, shiko, ati im është atje lart, edhe unë duhet të merrem me punën e atit tim. Një varg tjetër shumë i njohur, ndoshta vargu më i cituar në gjithë Biblën, Gjoni 3:16, Perëndia ka që deshi botën dhe birën e tij të vetëm lindur, thotë Bibla. Ndërkohë që në Biblën Pro kjo është përkthyer si sa që dha birin një të vetmin. Pra thotë që Krishti është biri i vetëm i Perëndisë. Faktikisht Krishti nuk është biri i vetëm i Perëndisë, sepse të gjithë ata që besojnë në Perëndin quhen bij të Perëndisë. Ne që kemi pranuar Jezu Krishtin, ne jemi bij të Perëndisë. Para Gjonit 3:2, të dashur, tani jemi bijt e Perëndisë. Gjoni 1:12, të gjithë atyre sa u pranuan ai dha pushtetin të bëhen bijt e Perëndisë, atyre që besojnë në emrin të tij. Kështu që Jezusi nuk është biri i vetëm i Perëndisë, por ai është biri i vetëm lindur i Perëndisë. Çfarë do thotë biri i vetëm lindur i Perëndisë? Do thotë që në lindjen e tij fizike, Zoti Jezu Krisht lindi, është i vetmi që ka lindur nga Perëndia. Adami nuk lindi, ai u krijua. Pastaj pas mëkatit të gjithë ata që lindën pas tij, lindën në shëmbullimin e rënë të Adamit, trashëguan natyrën e tij mëkatare, por Krishti, që në lindjen e tij ai lindi nga Perëndia. Prandaj është i vetëm linduri, sepse është i vetmi i cili lindi që në lindjen fizike nga Perëndia. Edhe kjo shpjegohet shumë qartë e Hebrejt 1, vargu 5 thotë se kujt prej engjëve i tha ndonjëherë, ti je biri im, këtë ditë kam lindur ty, dhe përsëri unë do të jem për të atë dhe ai ka për të qenë për mua bir. Dhe përsëri kur ai sjell të parë lindurin në botë, ai thotë dhe të gjithë engjëjt e Perëndisë le ta adhurojnë atë. Dhe këtu e quajnë të parë linduri, pra i pari që lindi nga fryma i shenjtë që në lindjen e tij fizike. Ne lindim nga fryma, por ne lindim frymërisht. Ne kemi një lindje fizike që është sipas mishit, pastaj kur shpëtohemi ne lindemi për së dyti, por Krishti në lindjen e tij ai ishte mishërimi i Perëndisë. Ai erdhi direkt nga Ati, kështu që ai është i pari dhe i vetmi i lindur bir që lindi që në lindjen e tij fizike nga Perëndia. Dhe këto gjëra kanë ndryshime, kanë rëndësi. Pra si mund të hiqet biri vetëm lindur i Perëndisë dhe të krijosh një kontradikt që ky është biri i vetëm, ndërkohë që atëherë asnjëri prej nesh nuk mund të quhet biri i Perëndisë, nëse ajo është e vërtetë. Prandaj këto gjëra kanë rëndësi. Kur flasim pak për tekstin kritik, Jeffi e shpjegoi sot në mëngjes që ata që e filluan atë punë, dy studiues anglez, Westcott dhe Hort, e bën edicionin e parë të tekstit kritik, i cili më vonë u adoptua nga një studiues gjerman, Nestle, është mbiemri i tij,
Pastaj e vazhdoi i biri i tij dhe pas tij një studiues tjetër po gjerman që quhet Aland, Kurt Aland është emri i tij, së bashku me bashkëshortën e tij, Barbara Aland. Ata vazhduan këtë edicione të ndryshme të tekstit kritik. Dhe ky më vonë merr emërtimin NA. Dhe NA do të thotë N është për Nestle dhe A është për Aland, pra për këta dy persona që janë çelës në botimin edhe vazhdimin e tekstit kritik dhe shoqërohet me një numër pasues. Numri pasues është numri i edicionit të atij botimi. Sot ky version është në versionin e 28, kështu që mund ta shihni si NA 28. Por kur u botua NA 27, pati një bashkim të UBS-s, që është United Bible Societies, një shoqëri tjetër, e cila adoptoi tekstin kritik dhe ata patën një marrëveshje së bashku dhe në parathënien e NA 27-s, pra versionit të 27 të tekstit kritik, thuhet kjo gjë. Teksti i këtyre dy edicioneve është adoptuar ndërkombëtarisht nga shoqëria biblike dhe ndjek një marrëveshje midis Vatikanit dhe United Bible Societies, pra UBS-ja. Dhe ka shërbyer si bazë e përkthimeve të reja dhe për përditësime të kryera në mbikëqyrjen e tyre. Kjo shënon një hap domethënës ndaj marrëdhënieve ndërkonfesionale. Natyrisht duhet kuptuar që ky tekst është një tekst në zhvillim, në kuptimin e një tradite një shekullore nga Nestle, pra studiuesi i parë, dhe nuk duhen konsideruar si përfundimtar, por si një stimul për të çuar më tej përpjekjet drejt përkufizimit dhe verifikimit të testamentit të ri. Tani ta përkthej para këtë në shqip. Ata po thonë që ky tekst, që quhet teksti kritik, që kur u bashkua United Bible Society me Nestle Aland, kanë tani një tekst të përbashkët dhe është një marrëveshje e Vatikanit me UBS-n, që ata të kenë një tekst të përbashkët. Dhe kjo ata e quajnë një hap shumë të madh në marrëdhëniet ndërkonfesionale. Edhe ne si shqiptarë jemi shumë të njohur me çështjet ndërkonfesionale, sepse shpeshherë i shikon drejtues të besimeve të ndryshme që bëhen bashkë për në një ashure, në një krem karamel, domethënë gjëra të tilla që janë shumë të shijshme, jam i sigurt, por e gjithë baza e teorisë ndërkonfesionale është që neve na bashkon fakti që ne besojmë në Zot. Por nëse ti e quan Jezus, njëri e quan Allah apo diçka tjetër, çon si ka një Zot, ka ne jemi të gjithë bijtë të Zotit, që patyshim nuk është biblike kjo gjë. Dhe ky tekst kontrollohet nga Vatikani. Kështu që kur flasim për rëndësinë e kësaj është vërtet shumë domethënëse, sepse Bibla së Bashku për shembull është një Bibël që e ka si vlerë të sajën që është bërë nga 3 përfaqësues të feve në Shqipëri, një prift ortodoks, një prift katolik dhe një protestant. Dhe quhet së bashku sepse ata të 3 u mblodhën së bashku për të prodhuar këtë edicion. Por nëse e ndjek atë logjik, atëherë i bie që të gjithë do të përdorin atë version. Sepse ai është tekst njësoj si teksti i Biblës katolike. Atëherë a e përdorin katolikët këtë version? O jo, ata se përdorin sepse kanë Biblën e tyre të Don Simon Filip, ai është versioni i tyre. A e përdorin ortodoksët Biblën së Bashku? Jo, as ata nuk e përdorin. Atëherë pyetja është për kë u bë ky version? Ky version u bë që t'u jepte ungjillorëve një Bibël katolike. Kjo është e vërteta. Sepse Bibla ABS nuk vjen nga një Itali. Edhe kjo gjë është aq haptazi, ata as nuk e mohojnë, edhe as jo vetëm që se mohojnë, po e vënë aty përpara syve që njerëzit ta shohin. Për shembull, nëse shkon tek sheshi Shën Pjetrit në Vatikan, do të shohësh një foto të tillë ku ai që qëndron në këmbë është Shën Ignatius Loyola. Ky është themeluesi i shoqatës së Jezusit, siç quhen ndryshe jezuitët, katolikët. Ai ka vendosur këmbën e tij mbi qafën e një personi. Ai personi që është aty poshtë është Luteri. Dhe Luteri ishte i pari që adoptoi tekstin në greqisht e Erasmus. Dhe teksti në greqisht që përdori Erasmus pas disa edicionesh u quajt Textus Receptus. Dhe nga Textus Receptus, nga linja e Antiokis, vijnë të gjithë Biblat e Reformacionit protestant. Dhe ai e ka këmbën mbi qafën e Luterit, edhe në nënshkrimi thot libri tjetër. Libri tjetër është teksti që vjen nga Erasmus, është teksti që vjen nga Antiokia. Dhe
filani, Ignatius, ka në dorë Biblën Vulgatën, Biblën katolike, që ndryshon nga Textus Receptus, edhe shkel me këmbë Erasmusin, edhe Luterin, edhe gjithë protestantët. Ata qartazi e kuptojnë shumë mirë që ka dy linja të Biblës, nga vinë Biblat. Edhe qartazi nuk e pranojnë tekstin që vjen nga reformacioni protestant. Nuk e pranojnë tekstin që vjen nga Antiokia. Edhe ajo që mua më habit më tepër se çdo gjë tjetër në botë, është që si mundet që një njeri ta quajnë veten ungjillor, edhe protestant, edhe shkoj të marri Biblën e atij që i ka vënë këmbën në qafë, edhe thotë unë të shkel me këmbë ty dhe tekstin tënd nga beson ti. Për gjithë ata që i quajnë veten ungjillor, protestant, kalvinist, luterian, metodist, baptist, presbiterian, etj., që janë pjesë e reformacionit protestant, pse shkon tek ai që të ka përsekutuar që ajo gjë të mos përkthehet në gjuhët e kombeve edhe ta marrësh tekstin nga ata. Romakët 13:9 është një listë e madhe e gjatë me mëkate në Biblat e tekstit kritik mungon njëra nga urdhërimet, që është mos bëj dëshmi të rreme. Me qëra fjala, merrni këto vargje, shënojni, krahasojni për veten tuaj. Te Galatasit 5:19 është një listë tjetër me mëkate kur roshkelja është hequr në përkthimet e tekstit kritik. Romakët 1:29, prap një listë tjetër me mëkate kur vëria është hequr nga lista e atyre mëkateve. Dhe ajo që ata kanë bërë, kanë hequr një gjë këtu, një gjë atje dhe një gjë atje, dhe kur dikush thotë, po mirë, nuk ka problem sepse në fundit ti mund ta gjesh atë doktrinë edhe në një vend tjetër. Në radhë parë është fjala Perëndis, nuk na takon ne që të themi është okay ose nuk është okay. Ato janë fjalët e Zotit. Së dyti, le t'ju jap një shembull që ka ndikim apo nuk ka ndikim kur hiqen vargje ose fjalë në vende të ndryshme, edhe të shikojmë çfarë ndikimi kanë në doktrinë. E pam te Kolosianët 1:14 që mungon shpreha, shpengimi nëpërmjet gjakut të tij. Te para Gjonit 4:3 thotë që Jezus Krishti ka ardhur në mish. Pjesa që është ka ardhur në mish mungon nga teksti kritik dhe gjitha Biblat që përkthehen nga teksti kritik. E para Korintasve 11:24 Krishti thotë, ky është trupi im i cili është thyer për ju. Pjesa që thotë është thyer mungon në ato Bibla. Efesianët 1:14 thotë që është kapari trashëgimisë son deri në shpengimin e zotërimit të blerë. Pjesa që është e blerë mungon në tekstin kritik. Hebrejt 1:3 që thotë që Krishti i spastroi mëkatet tona me anë të vetvetes. Pjesa që thotë me anë të vetvetes mungon te teksti kritik. E para Pjetrit 4:1 që thotë Krishti ka vuajtur për ne në mish. Pjesa që thotë për ne mungon nga Biblat e tekstit kritik. Atëherë kur dikush më thotë që shikoj Erion se këto i gjen edhe në vargje të tjera, nuk ka problem, domethënë, okay, ka ca ndryshime, janë hequr ca gjëra ndoshta, por nuk ka problem sepse i gjen edhe në gjëra, edhe në vargje të tjera. Vërtet që nuk ka rëndësi. Në qoftë se i mbajemi këtyre vargjeve, atëherë i bie që ne mund të shpengohemi, por jo nëpërmjet gjakut të tij. Krishti ka ardhur, por nuk ka ardhur në mish. Një teori shumë e njohur në kohën e shekullit të parë dhe të dytë ishte arianizmi. Arianizmi është një doktrinë që thotë që Krishti erdhi si frym, nuk ishte një person real që erdhi në mish. Por Bibla thotë ka ai erdhi në mish. Okej, ai e dha trupin, po trupi i tij nuk u thye për ne. Ne jemi zotërimi i Perëndis, po nuk jemi të blerë. Nëse ndjekim ato vargje, pjesën e vargjeve që kanë hequr. Krishti spastroi mëkatet tona, po jo me anë të vetvetes. Krishti vuajti në mish, siç vuajnë gjithë njerëzit e tjerë, por ama nuk vuajti për ne, sepse ajo pjesë është hequr. Kështu që ti ndoshta kur lexon një varg këtu, një varg atje, ti nuk i vëre ato gjëra, por po ti mbledhësh ato së bashku dhe ti shikosh së bashku, atëherë thua kujt i intereson që të hiqeshin këto vargje ose këto pjesë të vargjeve. Dhe çfarë ndikimi kanë këto vargje në doktrinë? Kur Zoti Jezu Krishti shfaqet kishës së Laodiceasve, ai zgjedh një emër për çdo kishë, në fakt që ai i shfaqet, ai zgjedh një emër specifik se si i drejtohet atyre. Dhe emri që ai zgjedh është shumë emër specifik për atë kohë, për atë periudhë të kishës, që ata kanë një problem ose ata kanë një nevojë. Dhe ai shfaqet atyre
me atë emër, ose si formë qortimi, ose si formë inkurajimi që ata duhet ta dinë një gjë të tillë. Dhe gjëja e parë që Zoti zgjedh për ta identifikuar veten kur i shfaqet kishës së Laodices, te Zbulesa 3:14 thotë, këto thot Ameni. Ai e quan veten Ameni, dëshmitari besnik dhe i vërtet, fillimi i krijimit të Perëndis. Në qoftë se shikon Biblat e tekstit kritik, do të shohësh që fjala Amen mungon në të gjithë ungjit të vargu i fundit. Çdo ungjill, të katër prej tyre, mbarojnë në tekstin Antiokis, tekstin e dur, mbarojnë me fjalën Amen. Mateu 28:20, jam me ju deri në fund, përfundim të botës, Amen. Marku 16 konfirmonte fjalën me shenja që ndiqnin pas Amen. Luka 24:58, duke lavdëruar, duke bekuar Perëndin, Amen. Gjoni 21:25, vetë bota nuk mund të nxirrte gjithë librat që kishin për të shkruar Amen. Dhe në gjitha Biblat e tekstit kritik, fjala e fundit, që është fjala Amen, mungon. Tani mund ta gjeni te Marku, sepse e shpjegova pak më parë që ato kanë përfundimin e shkurtër të Markut, që nuk e ka teksti kritik, dhe përfundimin e gjatë, kështu që ata vendosin vargjet e tekstit të Antiokis, sepse nuk mund ta lënë pa 12 vargje mangut, i bie shumë skandaloze. Kështu që mund ta gjeni te Ungjilli i Markut, por realisht ata nuk besojnë që ai duhet jetë aty, dhe dorëshkrimet nga ata kanë përkthyer, nuk i kanë ato vargje. Kështu që praktikisht fjala Amen, që është fjala që përmban vulën e Krishtit në ungjit që flasin për jetën dhe shërbimin e Zotit Jezu Krisht. Ai zgjedh që të vendos vulën, që kjo është e vërtet. Kjo që thuhet këtu është Amen, është e sigurt, është e vërtet. Edhe ai vendos, siç firmosim ne letrën në fund me firmën tonë, ai ka vendosur firmën e tij në fund të çdo ungjilli, duke thënë Amen, 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 Amen. Edhe ndonjëherë njerëzit thonë, po çu bë, Amen nuk është një gjë e madhe, është diçka që e themi në fund të lutjes, nuk është një gjë e madhe. Po ashtu mund të duket në pamje të parë, por kur ti e sheh që vetë Zoti Jezu Krisht thotë, unë jam Ameni. Dhe kujt i drejtohet? I drejtohet kishës së Laodiceasve, atyre që filluan tekstin kritik, atyre që hoqën vargjet nga fjala e Perëndis, edhe të cunguan fjalën e Perëndis dhe hoqën Amenin nga vetë ungjit që flasin për jetën e Krishtit, ai i drejtohet atyre dhe thotë, unë jam Ameni. A ka rëndësi një gjë e tillë? Po unë besoj që ka rëndësi. Së fundi, teksti burimor ka rëndësi, sepse kjo është diçka që ka ndodhur për herë të parë në Shqip, kur një botues ka krijuar edhe një përkthim të tekstit kritik, edhe një përkthim të tekstit të dur të Antiokis në Textus Receptus. Biblia Pro ka përkthyer të dyja versionet nga të dyja linjat. Dhe kjo padyshim që sjell një konfuzion tek besimtarët, sepse, cili është tani fjala e Perëndis? Jo, po të dyja janë fjala e Perëndis, të dyja janë nga origjinali, por nuk mund të jenë kur ato kontradiktojnë njëra tjetrën. Edhe ka shumë prej tyre, por le t'ju tregoj disa. Në Zbulesa 12:18, te teksti kritik, UGNT-ja është teksti kritik, thotë dhe dragoi qëndroi mbi rërën e detit. Kurse te Textus Receptus thotë dhe unë qëndrova mbi rërën e detit. Pra është Gjoni, apostulli Gjon, që flet dhe thotë unë qëndrova mbi rërën e detit. Po dragoi, po ta krahasosh me vargjet 9 dhe 10, është vetë djalli. Pra një version, nuk janë përkthime të ndryshme, janë i njëjti botues. Një version thot djalli qëndroi, tjetri thot Gjoni qëndroi. Po kush është tani, është djalli apo është Gjoni? Se më fal, po nuk janë as të përafërt në këtë gjë. Kolosianët 4:15, të teksti kritik flet për të përshëndetur një person specifik në Laodice që quhet Nimfa, por në tekstin kritik thuhet kishën që mblidhet në shtëpinë e saj. E jep që ky person është femër. Kurse Textus Receptus e jep nimfën që në kishën që mblidhet në shtëpinë e tij. Tani ti mund t'i marrësh të dyja botimet, t'i vësh ngjitur me njëri tjetrin, edhe në vitin 2025 doli botimi i tekstit kritik, ky person ishte femër. Por në vitin 2026, në përkthimin tjetër, del që ky person është mashkull. Në qoftë se kjo krijon konfuzion për mua, për ju, krijon konfuzion për çdo njeri që e lexon këtë gjë pa emocione, por me relativizëm, me objektivizëm, thotë,
Më fal, po këto gjëra nuk shkojnë sepse kontradiktojnë njëra tjetrën. Kolosianët 2:18 flitet për një njeri, profilin e një njeriu i cili mund të të përvetsojë çmimin që Perëndia ka për ju. Prandaj është një paralajmërim shumë i rëndësishëm. Edhe thotë që ai futet në gjëra që ka parë, thot teksti kritik. Por teksti Susetus thotë duke u futur në gjëra që nuk ka parë. Atëherë njëra thotë e ka parë, tjetra thotë nuk e ka parë. A kanë rëndësi këto gjëra? Më fal, po çfarë ishte ndryshe ajo që ndodhi në kopshin e Edenit? Zoti i tha atyre ditën që do të hani prej saj, prej pemës pra, do të vdisni me siguri. Kurse djalli i tha, ti nuk ke për të vdekur. Me siguri ti nuk ke për të vdekur. E vetmja gjë që djalli ndryshoi ishte një nuk. 99% ishte njësoj, por i shtoi një nuk edhe ajo e ndryshoi komplet kuptimin e asaj që ndodhi. Atëherë tani e ka parë apo s'e ka parë? Kë duhet besojmë nga këto dyja? Kështu që kur ne flasim për autoritet, duhet kuptojmë që këto gjëra kanë rëndësi, edhe unë e thash që në fillim që kjo gjë është e vështirë, sepse shumë prej nesh nuk e kemi zemrën aty ku duhet ta kemi. Prandaj nuk dua që kjo të lexohet si një sulm ndaj të tjerëve, sepse nuk është e tillë. As nuk dua që të dilni që këtej dhe të filloni tani, hajde kapemi me filanin, apo kapemi me të tjerët, apo të sulmojmë të tjerë. Nuk është kjo fryma e asaj që po studiojmë. Por fakti është që shumë prej jush e dëgjoni këtë gjë për herë të parë. Ju nuk e keni dëgjuar këtë gjë më përpara. Unë e di që kjo që nuk ka qenë faktor deri në vitet e fundit në Shqipëri, sepse gjithë ungjillorët kanë përdorur Biblën ABC. Edhe lavdi Zotit, sepse ajo ka qenë një themel, edhe besoj gjithë ne që jemi shpëtuar me atë Bibël. Kështu që ne e dim një gjë të tillë, por në vitet e fundit është bërë faktor fakti që ka edhe përkthime që vinë nga burimet e tjera. Atëherë nuk dua, ju lutem, mos e dëgjoni këtë material dhe të filloni të ziheni me të tjerë, të sulmoni të tjerë, nuk është as në tagrin, as në dëshirën tonë që të bëjmë një gjë të tillë. Unë jam sot në rolin e postierit. Kam një letër. Mund mos ju pëlqej përmbajtja e letrës, por postieri thjesht përçon atë që duhet të vi, atë që është adresuar juve. Dhe nëse ka një gjë që kishat që përfaqësojnë këtu sot, nuk duhet të ndodhë është që ne të jemi të paditur për këto gjëra. Sepse nesër pas nesër do të vijë një musliman dhe do të thotë, a e diti që Bibla ka kontradikta? Edhe ai do të hapi Biblën, do t'i tregojë ato. Edhe nëse ke një Bibël të tekstit kritik, gjej vend dhe futu. Sepse unë padyshim nuk kam kohë që ti shfaq të gjitha, por këto janë me qindra, edhe me qindra. Kështu që unë i dhash pak nga të gjitha që të kuptoni për çfarë bëhet fjalë, por kjo temë shkon shumë më thellë. Kështu që dëshira e ime është që ne ta kuptojmë pse ndodhin këto gjëra, pse kanë ndodhur këto gjëra, dhe pse kishte rëndësi që ne të bënim një përkthim të Biblës nga një burim i saktë i Biblës, duke sjellë qartësi edhe saktësi në disa gjëra që kërkonin një gjë të tillë. Dhe ne nuk jemi në luftë me askënd, ne nuk urrejmë askënd, Zoti bekof çdo njeri që përpiqet për mbretërinë e Perëndisë. Por kur vjen puna tek autoriteti i fjalës së Perëndisë, ne nuk duhet të jemi të paditur. Ne duhet ta dimë pse ekzistojnë ndryshimet, nga vijnë ndryshimet, edhe duhet të dimë që Zoti e ka ruajtur dhe e ka mirëmbajtur fjalën e tij. Dhe ne mund t'i besojmë fjalës së Perëndisë, sepse ekziston një linjë shumë e qartë që vjen që nga Antiokia me reformacionin protestant, me Textus Receptus, me Kristoforidhin e parë që Zoti e përdori aq fuqishëm për ta sjellë të njëjtën linjë të Biblës në gjuhën tonë, me Biblën ABC që vazhdoi të njëjtën linjë, dhe tani Kristoforidi i dytë që ndjek të njëjtën traditë, që ose mund ta quaj kështu, por është dora e Zotit, që ne të vazhdonim të kishim një Bibël, që pasi Bibla ABC të mos botohet më, dhe ne e dimë që ajo mund të dalë shumë shpejt nga qarkullimi, sepse nuk ka shumë interes për ta botuar atë më. Por nëse ne do humbisnim edhe atë që kishim, atëherë e vetme që do të ngeleshin në treg do të ishin përkthimet e tekstit kritik. Edhe nëse ka një gjë që Zoti ne na ka besuar që në vitet 90 është pikërisht përgjegjësia ndaj fjalës së Perëndisë. Atëherë ne nuk mund të rrinim pa bërë gjë, edhe pa thënë Zot, për veten tonë, për fëmijët tanë, për brezat që vinë,
Ne duam të jemi besnik, të lëmë fjalët e tij të sakta. Ne të lutem. Atë Perëndi Zot, faleminderit për mirësinë tënde dhe hirin tënd, Zot. Faleminderit Zot për këto gjëra që unë e di janë të vështira për të studiuar, të vështira për të komunikuar. Zot, lutem na jep një qëndrim në zemre që të kuptojmë rëndësinë e tyre. Jo për të anatemuar të tjerët, jo për të sulmuar të tjerët, por Zot, për veten tonë ne të dimë sigurishtërinë e fjalëve që ti na ke dhënë, që ndërbreza njerëz kanë sakrifikuar jetët e tyre në turrën e druve, të persekutuar, të vuajtur, që të na përçonin ne fjalët e tua të sakta. Dhe Zot, ne duam të jemi besnik ndaj teje, duam të jemi besnik ndaj fjalëve të tua. Na ndihmo Zot, që të kuptojmë rëndësinë e asaj që ti ke bërë në jetën tona edhe në kombin tonë, në emrin e Krishtit. Amen. Le t'ju kujtoj të enjten, data 7 është dita e enjte, me njëherë mbas të mërkurës, në 6:30 të Akademia e Arteve do të kemi promovimin e Biblës Kristoforidi i dytë. Ju lutem sipas mundësive, nëse keni mundësi, ejani, kemi nevojë që të jemi të gjithë së bashku në këtë gjë. Ndiqeni në internet Bibla Kristoforidi i dytë, Shoqëria Biblike Kristoforidi i dytë në Facebook edhe bibla.online. Zoti ju bekoft.